Banor, klinika e flokut Advance është sot këtu për ju dhe ju pret në Gaming Room. Në grupe nga 2 persona, në Gaming Room do të realizoni konsulta për rënjën e flokove. Klinika e flokut Advance është klinika... Po, a përshe që më gojnë. Klinika e flokut Advance është klinika lider në rajon për mbjelljen e flokëve, e shtri në Tiranë dhe Prishtinë e specializuar në fushën e mbjelljes së flokëve. Advance ofron metodat më të avancuara për mbjelljen e flokëve dhe një eksperiencë me më shumë se 10 vjeçar në mbjelljen e flokëve. Të paret janë nisin unë me Drenushën, Vullneti me Rovenën, Leo me Drilonin, Leila me Anisën, te me Gresën, Gjesti me Arionin, edhe Paul me Kevinin. E Xhuxit po jetë vetë. Unë jam me Drenushën. Drenushën aty janë nisëm të parat. Kur djenë rrodha. I bojnë që atë thojnë ata mrena, unë s'ju ko mrena me ditë. Kur djenë rrodha, shkën. A e mojtë menë rrodhat. Po. One Drenusha, Vullneti me Rovenën, Leila me Anisën, ju dyja bashkë, kë me Leon, Drilone, Arione është me Gjestin, Kevini me Paul, Xhuxi është vetë. Bo nuk gati, Rovenë, se je mas neve. Okej. A? S'ka lidhja, grya ata kanë me bo. Ka dy ju me undru. E mirë që njëtë. Fie, a e mirë. Ola, Fie, hajt. Fie, a e mirë. Urdroni. Mirë se në e si jeni me flokë. Pra dhe kemi arë. Kom qenë shumë mirë, edhe nuk është që kom naj problem, po i kom bu disa kështu, i kom... Extension. Po, që s'më ka ndeshtë të që po hajtë. Për sa kohë e ke këtë problem? Nuk është... 3 muaj, okej. Vesh përshë që më ka ndëpsu normal flokë. Fje? Që kemi pjesën e rritjes apo vetëm pjesën e rritjes? Edhe të rritjes, edhe që më ka këput me rrë. Me sa kam thonë re edhe nga që sa kemi pasë mundësi edhe t'ju shikonim nga ekrani. Do t'a shohim pak në dermatoskop. Dhe kur të vim herën tjetër pastaj do japim dhe rekomandime që mund të përdoren për me forcu flokun ose diçka. Se edhe këto shampona domethënë janë të tjera që si përdoren, ne përdorim shampon. Nuk është ndaj shampo i shtrajt, po është me rozmarin. Edhe pak prej extensions që mësuam i pas që to. Zakonisht i përdorit në tërheqje në momentin që bën kapje ose tërheqjen e syve bën. Po ka një herë po dinë, ka një herë po na kputin flokët. Ama unë gjithë kom pas probleme flok. Këtu kom pas shumë flok, ne i kime shumë dopt, ose më ka nëra këtu e tani. Po me thënjë, kur i rrisni thënjë të këputën, nuk i keni të fort. Po, i kam këtë të fort. Sepse është i njëti përbërës, si floku, si thoi, dhe në qëse... Jo mund të thejën, thojtë. Okej, në qëse të them, prandaj se janë trajtimet ndryshme që përdoren për problematikat ndryshme. Edhe i vrej që flokët, sidomos këtu në Kosovë, më buhen shumë muaj të këshia. Okej, ideja është që te femrat është pak më e komplikuar se te meshkujt, si çdo gjë tjetër. Edhe rënia e flokut është te meshkujt është alopecia ndërgjenetike, dihet kryesisht edhe është e thjeshtë. Te femrat është tregues për një problematik tjetër, për një problem tjetër që mund të ketë. Për shembull që mund të jetë anemi, çrregullime hormonale, gjendje tiroide, ka disa lloj problematikash që mund të jenë në lidhje me flokun. Nëse thonë të thyen, do të thotë që ka mungesë cistine, pra është një lloj vitamine që duhet merret për forcimin e thonjve dhe shkon bashkë edhe me rënien e flokut. Nëse keni thjesht rënien e flokut, 200-250 fije flokun ditë është rënien normale, nuk quhet problematik. Megjithatë, do t'i shohim pak dhe me dermatoskop të shohim. Patjetër. Unë duket më shumë se kvalitetin e flokut e kam jo të mirë, se rënien kështu jo që mbin flokët. Okej, se ne përdorim në zhargonin e përditshëm rënje floku, por rënja është procedurë normale, të gjithëve na bien flokët normalisht. Problemi është kur fillon hapësirat boshe, rrallimi aty, pastaj duhet bërë disa
analiza, po themi, më detajore për të kuptuar pse na vjen rëna që të përcaktojmë edhe çfarë terapia apo tretmani duhet përdor për sa i përket. Dhe kjo është kur flasim për rënjën e flokut, pastaj faktor që ne na i përshpejton rënjën, sidomos në femra, pjesa e dekolorimit, extension, siç e përmendëm, pjesa e stresit absolutisht që luan edhe pastaj rolin kryesor, por që ke parasysh edhe pjesa e kimikateve në shampo apo gjelave të ndryshme, absolutisht që fillojnë dhe na i dëmtojmë qoftë edhe pjesën e gjatësisë, përveç pjesës së rënjës pastaj. Okej, e shikojmë pak edhe me pjesën e dermatoskopit. Albin të plotësosh që këtë dhënat pastaj. Që dim çfarë do bëjmë. Më problematike Xhanit, më thekë pjesa ansore? Krejt. Edhe këtë nalt ka. Edhe lart. Trajtime ke përdorur ndonjëherë? Jo. Okej. Ka njëherë na i shampon, kështu diçka më. Qëre morrat kuj paske. Edhe që kanë zhvillu. Edhe që kanë zhvillu. Shpesh janë kjo. A që ka shumë hapësirë ka? Ki parasysh që ka të bëjë edhe me pjesën gjenetike, që ju keni, më the që gjithmonë ke pas një lloj floku të tillë, të hollë, le të themi. Po, të hull fluk po, ama këtu s'është që kom pas problem, të kom pas gjithë shumë fluk. Thjesht vitet e fundit kemi pësuar dhe rrallim. Dhe tani që ta kurime... Thonë të butë, çdo gjë shënohet, që ta di. Trenusha latifi, Vjetër e kompletit zona lartë një hollim, le të themi, i fjesë së flokut, sepse po ta bëjmë edhe diferencën me zonën donore, edhe pse një pak topsimi, mund ta kemi mësuar nga pjesa e extensionit. Ti ki probleme me Jo, por veç kvaliteti i flukut shumë Abden, kur vjen tani një moment i gjatësisë, më nuk më rritën, fillojnë me Pjesa e mulli, diferencës një që farë bëhet kvaliteti e shumë... zonës donore, sepse ki parasysh që zona mbrapa kokës është një zonë gjenetikisht e përhershme. Dhe po të bëjmë krahasime me zonën lartë, që kemi disi dhe më të hollë, por që ki parasysh që me anë të me anë të disa trajtimeve, arrihet të krijojmë një densitet goxha maksimal. Që bëjmë një kombinim midis pjesës së trajtimit me plazëm, vitamina, suplement për të ndryshme të marrë. E ato, ku mi marë? A i sjellë, ja? Pa, këtu do kur të vim herën tjetër ato do sjellin tretman. Prandaj po mbajmë shënim. Prandaj është pjesa e konsultës fillimisht, që të njihemi me problematikat e secilit prej jush dhe pastaj t'ju vim edhe në ndihmë. Ato janë katalizator që e përshpejtojnë rënien e flokut, por nuk është se llagu veç prej llagut bim flokut apo ato janë. Jo, kvalitetin e flukut janë të marrë dëmtu, se jo rënjen. Okej. Me rënjen domethënë nuk është që kam problem. Problemi është kur dëmtohet rënja, sepse rënja nuk e prodhon fjen e flokut. Nëse dëmtohet nga djegja, nga kufeniratën, ato të nxehtat që janë, ideja është që nuk është problem, është dëmtimi përkohshëm i përhershëm, kurse rënja është pak problematike, pra krefja. Tash keni me pa aty kur që del perfekt. Kena motut aty. Okej, në rregull. Unë veç i kom dëmtu domethënë për extensionave që Probleme kanë shëndetësore, kemi pasur me pjesën anemisë. Diçka gjëndra tiroide, diçka që Te anemike je? Anemike po. Okej. Do të marrësh hekur. Zink po. Bile marrova të upesh, nuk veti kam upa e vetë. Jo, ideja është që fillimisht duhet të kurojmë pjesën, nëse janë anemike, duhet të kurojmë anemin, pastaj të fillojmë me problematikat e flokut, se nëse ne bëjmë çfarë do lloj trajtimi lidhje me flokun, nëse nuk kemi kuruar fillimisht pjesën e anemisë, çfarë do lloj trajtimi që ne do procedojmë nuk do na japi ndonjë lloj efekti, le theme, në rast se nuk do kurojmë anemin, gjithmonë nëse jemi. Okej, në pyetje diçka që do të ndini më shumë rreth mbjelljes flokut, trajtimeve. Shka me mjellë në vish. Jo, ti si për mbjellje, do të kesh hapësira boshe që të bëhet mbjellje, nuk je përshtatshme. Shka me mjellë në këto. Te femrat është thjesht. Jo, unë i kam shumë qef është flukt e gjata trasha, po. Se kam kryt. Shka me bë. Do të pak ushqim. Do me thënë ushqim në kuptimin e asaj që pa tjetër që duhet marrësh trajtim për sa i përket problemit anemis, dhe më pas mund të marrësh terapi që ndihmojnë trashjen, zgjatjen dhe ngritjen e flokut. Po pas zgjidh problemin anemis është do të kesh gjithmonë si problem flokut dhe jetë më i hollë, më i zgjidhur. E çaj dol këto na me këtë fare. Dhe shohësh pak dermatosop. To është shumë. Tha du të më përdur të terapi këtë.
Atalshëm. Jo. Unë që Big Basta. Unë Big Basta. Kemi edhe shumë tjerë. Big Basta me Qëre kë? Kastro. Shok e këmë pasë në pasë një që vjen. Kjo sa mirë. Kastro në pasë shumë shumë. Edhe Dardan. Dardan Gashi, aktori. Po. Atëherë, pjesa e rënjës duket goxha e shëndetshme. Kjo është. Ja të bëjmë një fokus më të qartë. Murat atë apo do? Akoma. Ky u shku për vizitë. Kështu që është fiksa ajo çfarë biseduam që është problematika e gjatësisë, po. që nuk arrin të ushqehet, po pjesa e rënjës është goxha e Do me thonë shëndetshme. më këputën. Shumë letë më këputën për gjysë në stane. Ajo është e njëjtë. Cistina kryesisht është si lloj tretmani që jepet në rastet e tilla. Nëse dhe thoi është i butë thyrë, është i njëjtë. Në Kosovë, sepse unë kom jetu në Suedi, nuk e më pas ka problem. Më thonë kur majet nuk më kanë dëmtu. Në siguri uje, Uji nuk ose ndikon kryesisht, po mund të jetë diçka tjetër. edhe ushqimi. Me qenë sonë ushqena shumë mirë. Jashtë Ushqimi, Big Brotherit. I ri vetit bote shumë mirë, po këto më rana problem. E ndihmon shumë në procese, jo vetëm. Ku sa flek ti pas këtë dërmësh? A t'ja marrin do, t'ja heqin? Po, T'ja direkt. transferojnë, po. Dhe pjesa e zonës Direkt. donore Zonë është doruse quhet. Po. Është Goxha e mirë, shëndetshme, kështu që pjesën e rënjës e kemi goxha të shëndetshëm. me thonë një vishë gjenim diçka për knerë. Për pjesën e Nga gjatësisë. aty e poshtë. Unë e për të dy, ata? Pa. Po. Ti e ke edhe më të thellë problemi. Se duhet pak, po edhe anemia duhet mbajt në kontroll patjetër që është. Okej. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe juve për. Garant keni me na pruna, i sa, no? Po, patjetër gjithçka. Gëzohem gjithashtu, faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim, gëzohem. Mirupafshim. Na pe unë ka 3 fije me një veni, ka më në kam shumë flak. Shumë flak. Ku kaloni? Ku me ti? Ajni mirë? Fationi, si jeni? Mirë. Ola, si jeni? Mirë. Përshëndetje. Fationi, si jeni? Mirë. Ola, si jeni? Mirë, si jeni? Po të kishe në flokët, do ishte më e lehtë biseda. Po, e vërtet. Kështu që e bëjmë bisedë zërës ishe pa Po, flokë. po, zërës jam Ridvani. Ridvani, po. Apo pëlqen. Po, përshëndetje. Po, ka trajtime të ndryshme, kështu që. Te femrat është pak më e komplikuar situata se te meshkujt. Te meshkujt është më e thjeshtë. Po thoshe më përpara, thjesht ka nërnje floku, alopecia ndrogjenetike dhe dietë, kurse te femrat është tregues për diçka, për një problematik tjetër që mund të jetë më Edhe që i shkullim dhe vëm extension. ato janë stresi, Problem fizik. boja, janë gjithë katalizator që Kjo është përshpejtojnë nërnje e flokut. Kjo është për të parë flokët. Po. Për të parë rrejnë e flokut, do ta shohim, por që nuk e di, do ta bësh mielin? Ha? Do t'i Jo, mirë. s'pedi ku me mbjell. Prandaj kemi ardhur. Prandaj kemi ardhur. Pjesën e mjekrës e me mirë, po. Që të e kam pak mjekra problem, mund se të s'kam. A më shumë edhe mjekrën, a? Patjetër, edhe vetullat edhe mjekra. Jo vetë latë besoj. Rrejt e flokut merren nga pjesa e pasme e kokës, do merren vetëm rrënjët, jo fijet e flokut, vendosen aty ku janë hapësirat boshe, dhe rrënja pastaj prodhon fijen e flokut. Është një fije e flokut që rritet normalisht, qethet normalisht, mundesh me lyme bëj me trajtu njëjtë sikur pjesa tjetër. Që shumë është me mjekrën të me bëtë pikat e zeta. Do ta vizatojmë mirë fillimisht, do përcaktojmë kufit, pastaj do bëhet mbushje e zonës me rrënjë. Okej, e për sa kryet, e? Për rastin tënd mund zgjasë diku te 4 orë, 4-5 orë. Edhe kryet krejta? Po. Absolutisht. Është me anestezi lokale. Me mpirje lokale. Është mikrokirurgji, nuk është operacion. Mbjellja e flokut nuk është kirurgji. Hyn te mikrokirurgjia. Bëhet me mpirje lokale njësoj si te dentist. Okej. 4-5 orë si procedurë. A më në me këshyrë? Patjetër. Patjetër. Atë, mbështetemi pak moment? Okej, shumë mirë. E rëndësishme është që pjesa e zonës donatore, pra pjesa dhuruese të jetë e shëndetshme. Nëse kemi zonën donatore të shëndetshme, që është një zonë gjenetikisht e përhershme, atëherë kemi normalisht edhe pjesën e suksesit në mbjelljen e flokut. Mundesh me i këshyrë. Okej.
Shka në shtëpi Kapilarët e gjakut. Këto të kaldrit atë? Jo. Ato të kushte. Thjesht xixha që ke përdor një diçka. Xixha? Që kanë diçka në çka keni bërë. Jo, ato të kushte. Ja, që është edhe blu. Edhe blu në qartë, Nëse ke përdorur ndonjë krem ose diçka. Preparat, që Okej, ose në një diçka. shampon ose në bojë ose diçka. Okej. Atëherë, me ato çfarë shikojmë pjesa e rrënjës është goxha e shëndetshme. Po ta vëmë edhe tek rrënja që kemi fokusuar, një rrënjë na ofron 2 deri në 3 fije floku, rrënja konkrete është me 3 fije floku dhe tjetra ngjitur, gjë që na premton goxha edhe për pjesën e A është rezultatit. zakonshëm me pas 3 fije? Ajo është më pjesa më e bukur pastaj. okej. Ki parasysh që një rrënjë mund të ofrojë 3 deri në 4 fije floku. Pastaj varet edhe nga gjenetika, ka rrënjë që mund të ofrojë 1 deri në 2 fije floku, por që ne hym tek pjesa normale me 2 deri në 3 fije floku, le të themi. Tani, s'kemi pasur asnjëherë të pjesën e mjekrës? Jo. Ato shërë, e kam. Këtu që e ke fush. Po, është fush. Bëjna shakane këtu se është Big Brother. Patjetër. Ato shërë, challenge dhe shka një fije kam. Ishte met një atje. Jo, ka harru me dalë. Që fillimisht bëhet pjesa e vizatimit, qoftë prera në ansore që do krijohet ajo pjesa e konturit dhe normalisht në rastin tënë që s'kemi shumë pak ekzistu se kemi, do bëhet komplet edhe pjesa e një full densitetit. Që bie mbushja bëhet komplet në zonën ansore. Si procedurë? Nëse do kemi patjetër nevojë të prekim dhe pjesën këtu, por që pjesa fokusit e ansorë do jetë një full densitet. Ambulatore. Sepse pothuajse s'kemi fare, kështu që krijohet pjesa e konturit. Bëhet matja fikse që të jenë sa më simetrike me një tjetrën dhe pastaj për mbushje kemi nevojë për mbushje full pastaj. E rëndësishme është edhe pjesa e zonës zonatore është goxha e shëndetshme, kështu që na premton. Kohëve të fundit kam bërë shumë Ti parasysh që është zonë gjenetikisht e përhershme. Po gjithmonë kam fije të reja nga gjenetika. Pjesa e procedurës pastaj, normalisht thjesht pjesa e rikuperimit që do kemi pa kujdes, kontaktit me zonën e serume, mbier. me gjëra me kujdes me. Ja, nuk dhanë, jo. Bëhet me anestezi, kështu që 2-3 pickimet e para pas se s'ndjen absolutisht asgjë. Trajtim. Ajo dhe isha bo. Kur talë piktuit. Po. Direkt. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi shumë. Faleminderit dhe shumë. A kene pyetje? Ja, Me dermatoskop. tani do merren me rovit. Tani do do merren. Patëm për parësi meshkujt këtu. Faleminderit shumë. Na doli pa parashikuar. Jo, për mjekër jo, kam nevojë për... Me ndum do bëjmë veç pa gallat, pa kajgare, po e kishte me vërtet mjekrën edhe. Pjesën e mjekrës. Po, valla. Rëvin ke rënje floku, probleme me flokun si ka qenë paka shumë cikli, le të themi. Atëherë, problemet e mia kanë qenë kimike, do me thënë nga preparatet, nga faktorë të extension, që vijen, që hiqen, do me thënë, këto janë ato problemet djegja që më kanë ndodhur për shkak të tyre gjërave, por me trajtime dhe kështu mundohem gjithmonë her pas here të bëj. Do doja këtë zonën këtu, sepse këtu në fakt gjithmonë edhe ndoshta është dhe prej gjenetikës që e kam më të rrallë, jo të mbjell, po thjesht nëse ka, e di që kam bërë një herë një lloj si quhet plazma. Kam bërë një plazma, por nuk e kam bërë prapë, ndoshta një besoj, nuk e di çfarë më këshilloni ju. Pjesa e plazmës ki parasysh që paktën 2 deri në 3 herë anca është e këshillueshme që të arrijmë të shikojmë edhe atë pjesën e efektit që mund të ofrojë. Dhe çfarëdo lloj trajtimi që ne procedojmë krijojmë një mirëmbajtje dhe një stimulim rrënjës për pjesën e rigjenerimit. E kombinojmë absolutisht qoftë me pjesën e vitaminave, pra suplement, edhe të marra nga goja për pjesën e kombinimit, edhe pse jo, kur të vim herës tjetër, do vim të përgatitur. Sot po mbajmë shënime. Sot është pjesa e shënimeve. Konsulta që për çfarë keni te mjeku, për çfarë keni nevojë. Ashtu i vjen. Shumë mirë, okej. Domethënë unë thjesht një gjë të tillë, domethënë. S'është që kam ndonjë. Jemi të lirë. Shumë faleminderit. Po, shënime t'i mbajme, pa me, do marrim video. Jemi parë, Do shihemi prapë, faleminderit. Faleminderit shumë. Ciao, shihemi. Faleminderit ishte kënaqësi. Të falë. Kaloni mirë. Zuzin më s'malshani pa jam gjithë që. Nëse vijone, nëse dalë e majone të erën, nuk i lam në dalë. Faleminderit, miru pafshëm. Next.
Next, kush është? Ajza si ka qenë me flokët? Mirë, po çto e kam? Pjesën mi kanë ngrirë shumë flok. Gjysën i ka E kum qit pak extension. sprej, mos falte. E kum qitur pak sprej sepse tu mi ngrej flokët shumë, më ka ikur Ka via. krijuar tërheqjen edhe kutje të rënjës. Çdo det, mi kanë ngrej flokët dhe tash po mungojnë A flokë. më dhone kam që shto për kona, zja po mëne me vrejt. Po si ja ku ngrejon e Ke çto. një shull aty. Edhe një, se kështu na shtohet puna ne, pikë. Çka ke? Si prek se uja. Okej, atëherë. Nxe? Shumë nxehtë se kam më mirë sa shkëtë shtëpia. O, kjo titra më ngreja. Po, tani me radhë. Shikoj. Do ma thuash pak edhe zonën problematike që më tet Kjo Liesa që ka këtu bërë tërheqje të edhe ballit, le pak themi. kënej anash Bën tërheqje ke pjesa e syve, kur bën tërheqje. jo, por shkapu i extension që kom pasur kështu flukët e mija për momentin kam shumë trasha se i kom pas të i ly me blanche në stop të më në me qilë borda, tani mu patën dëmtu shumë. Po i kom majt, i kom trajtu mirë, atash i kam flukët e mija trasha kështu mi po. Okej, dhe pjesa e tërheqjes është bërë më tepër nga kapja dhe nga Po, pjesa e që do, a më përdorimit. ma e vogël kur jem konë, se tash apëten, tash ka mundësi që ndodh, po te ke pjesa kënej kam pak problem, do me thonë me kitë anën kënej, adin kam pak hapsira. Okej, i kemi ngri. Ke përdorur dhe pjesën e topikut pak? Që është të piku? Ajo pjesa për ta nxjerrë pjesën e konturit. Për me ersu pak. Pluhur? Po, pluhon, e ke habitatu këtu sa më fund. Okej. Hajde. Do t'isha ardhë me listë çka ke përdorur. E, la mazda. Ata tjerë tu anë kumë për morrat, thanë që... Mika, ma herët Mika hek. Aj, kret? Po. Somet, asnjë? Ku, qëre qile. A peshe që s'kam klip të të. Po, vjetër e goxha zonë e dëmtuar në kuptimin që është bërë një tërheqje e komplet hairline-it lartë, kështu që. Jo, aku në i sanë kështu me përdorë që do. Pikërisht prandaj kemi. A e kina këto? Jo, erën tjetër. Sot do mbajmë shënim. Edhe veni me na i këshyrë, do me thonë nga vagu që s'kena flok, ta njës ma bëni sana. Nuk keni bojo kështë. Ne sot jemi fiks që të gjim problemin. E mirë. Ana i Se beti pase me kur do të vim, mbajmë do shënime. bëjmë zgjidhjen. mos i lani për. Okej, edhe pjesën ansore, më thej që e ke goxha problematika. Për jashtë është faza 2. Shura kam Këtu është nejmo? faza- A me Po, ka po. i krej? Ke përdor topikun, kështu që do jetë pak problematike për ta fokusuar. A dhe që ne jona shi ke qitë këse ja? Po. Fokusu. Qanë që të sanë të vëgla, mura. Jo, është ai pluri që ke hedhur, kështu që A, po. Baxhenaku i morri. A, bajanoku. E, kunote? Se di, s'po e vrej, kur dali. Bombre? Të zoku? Atëherë, une... Unë tutën. Jo, se une në Itali ku mba shumë kurse për që të punë. Kavalza, a më kryve mu që këshme? Po, Kryesisht, une që të pjesët qëto, e këtë ka kry se s'ki ma shumë. Dgjoj. E kom vetë, e kom që a prej do shumë italisht shumë vjetë. konsultën apo ta vazhdojmë italisht konsultën nëse do? Besoj që na lojnë, më bëna pas okay. lojnë, kësha ditë me ju shpjegu se ku mba shumë kurse për trikologji, une në Itali. Davvero? Sì, Sei specializzata in quel settore? Sì, Possiamo no, continuare in non italiano? sono bravissima, però me ne Ah, intendo. ok, Una è perfetto. Di tricologia? Di tricologia. Collaboriamo insieme allora, quando Kur finisce, dalë prej vede, tyshit këna me punu bashkë. portiamo la macchina, ti porta subito a Tirana. E kam rojën e flokëve që ka në lëkura, këto e kam tepër shumë të nërshme. One nëse nuk i pastroj flok, do më thonë çdo dytë ditë e di që do të mi pastru flok të shpesh, nuk do të me lanë, ama one e kam flok, kryesisht lëkurën këto tepër shumë të nërshme, edhe kjo më ndikon mu në flok, se tani unë e kam flok të kënej shumë të thata fakt. Ka shumë holla. Po edhe të holla, ama kryesisht unë këto e kam tepër të nërshme. Nëse si pastroj do më thonë çdo ditën e dytë, është të merë, vazhdojnë. Atëherë, tani me që ti ke bë kurs trikologjie, duhesh me na nxonë. po. Ja tash. Nga bim. Duhet me na nxonë, se ka bë kurs. A kishin mura, që ju thonë tash, se po folim për pasus të të ti. Që po do? Mura. Asi gjëra pleshta. Për që ta ta ja dy veç. Asnjëherë nuk është stabilizuar pjesa e pH-it të lëkurës me shampo që ke përdorur? Jo, kam bo edhe pastrim të që shithoni jo. Po, pjesa e Okej, skarpit. po kam bo shumë hera ma nuk më është stabilizu. Po nëse përdori shampo kështu që janë taman shampo të marketeve, une me një herë që kje pjesë që to e kom pjesë shumë ndiqme. E ke psoriazis? E ke psoriazis apo? Jo, është vetëm pej produkt. Këto janë shamponin tem,
E kam baru. Shtinë durët, e vrau. Edhe duna me përdur shampon që i bin këto që mua në qitë pjesën qëto më kryojnë tepër. Është zona jeme që dhe më thonë ndikuna mas leti, nëse nuk i përdori të pakten shampo që janë specifike për që shë kam unë edhe më thonë. Ndyrënën edhe pjesën e... Po. Po ranë. Ty të pas kemi kolla e me shampo herën tjetër për e kryp. A dalë këto? Po, më A dole të shumë pek. Non stop duhet të përdori sekë. Se mos të shumë. Sepse edhe për momentin që flasim, është goxhaja, Do është me eduku? Po, e di që qëto, është zona e me dëllë, dhe më thonë, ka kush është ka të thënë që tu, ka pjesën kënej, unë shumë pjesën mrapa, tani sigurisht akumulohet edhe stresi, presioni që i kena këtu mrena, produktet e pa dhe duhura për mua. Po anko është tash për produktet apo? Jo, po anko nëse unë e kum hy me shampot e mija, shampot e mija i kum përfundua dhe duna me pa tjetër me përdor këto që janë, nuk janë specifike, po Për janë atë problematike qartë. marketet edhe. Momenti i parë që do bëhet ndryshimi pH-it do ndikoj, kështu që duke qenë që ti e stabilizon me një shampo specifike, këtu kemi bërë ndryshim pH-it edhe faktorët që sa po përmendëm, normalisht do ndikoj. Që me kjur? Morri. Morre edhe mustaqe. Ndigjo, këtë i ke gratis, nëse vjen me bo mustaqet gratis i ke. O qërë më Veç shkoj, hajde. Qesit mija që? Po, valla. Që dhe këto? Zamër, është çështja serioze. Po dhe Arrin pak ashtë më me... e komplikuar. Qëre! Sa e trash koka. Ka, si ta heqim këto? Me matrapik. Mirë që qështu, debate, na keni pa jashtë, na lu, çdo ditë njëjtat. Okej, Albin? Konsul? Përshëndetje. Përshëndetje. Sene? Fatjoni, si jeni? Me? Ola, si e. Si jeni me flokët? Mirë, mu kanë zbarë pak. S'ke që i bëna, se është gjenetike është. Okej. Probleme me ramjen, a ki? Jo. Po të kishe. Qërë pytje do bëjë? Ja, një herë, që unë përdore shumë Se na mytën këto që ishim para, veç folëm. Po nëse unë bëjnë flok, që ka me bo tani? Do vishte ne. Oke. E që shumë dimani ju tani? Ibi një informacion përgjithshëm Albin, rreth mbjelljes flokut, si funksionon. Mbjelljen e flokut kyve që... Okej. Ata shumë pak deri ku e ki muskullin, ta shumë mos ka Okej. Që shpo menoni? Apo? Okej, veç mundesh me mbajtë pasur. Ngriti vetëlla pak lartë. Okej. Rrudhe balli maksimum, Okej, perfekt. Po e shem. Ngriti këti maksimum. Këtu i ki pak matrolla, do me ranë vetë se... Pa që ato më ka ik Ka pak. fillu me tik. Po që ato më ka ik. Po, që ato ka fillu E qëto që shmojnë ata është me vlu qëto me... Që ato mujna me ngullu me mbjelljen e flokut. Mosha juet do të? Çfarë moshe je? 26. 26. Pjesën gjenetike si e kemi? Babaj, Daja, qaja, daja, Daja. në gjithmonë lidhje me Babgjyshin. rënjën e flokut Ajo, flasim. kërkojna nuk i kanë ra flok. Do më thonë veç tjesht ju kanë zbarë. Kështu pak që këne ju ka ik. Që është gjenetike? Po, gjenetike. Amë kështu si ju kanë ra asë njënit flokve. Okej, shumë e rënjë kështu nuk është se Jo, ke nuk kena pas probleme. probleme. Genetike. Hallin më të madh të mashkullit e pas ke zgjidhur. Shë. Drilon ju me rënjën e flokut? Të na ka njerës, familjes që s'kanë më flok, i kanë ro, po ka dhe shumë për shënë bova, ka hala flok mirë, as i kanë zbardh, asa. Po vllai jam i madhe edhe atia ka nisë me ro, mu ju. Okej, Mosha ju e drilon? Po, Ma thuaj moshën pak lutem? 24. sa vjet? 24, okej. Ngri pak vetullat maksimum? Ju jeni edhe në Prishtinë, ha? Po, në Tiranë edhe në Prishtinë. Okej. Ta shikojmë pak edhe me pjesën e dermatoskopit, edhe pse duket goxha i shëndetshëm. Rënje ke, zakonisht pas dushit vjetër Ka më me flok që pyet për mua. sepse sa do pak qime është mëse normale, po kuptimin që të i diçka që të shqetëson jo. Jo, s'ka. Okej. Dhe normalisht që nuk do më tohet zona donore. Okej. Sa zga për shembull?
Brenda 5 maksimumi 6 orë përfundon krejt si procedurë, bëhet me anestezi Pjesa e rrënjve, lokale. goxha e shëndetshme. Domethënë i vedeshëm gjatë gjithë procesin mirë. Kështu që për drilonin Fation një shampo të duhur, Edhe u kry. se problemet të tjera nuk kemi. Edhe gjatë procesit. Edhe pjesa, edhe pse është pjesa e qosheve, po ta vëmë re edhe rrënja është goxha e shëndetshme, siç kemi edhe pjesën e zonës. Analizat që bëhen janë analizat e hepatitit C. Qa vjen do me thonë nuk kam probleme një herë që ndalët si procedura anullohet. Nëse do e kishe gjenetike, është risku, sepse e ke pjesën gjenetike që mund të bie floku, po fakti që s'ka filluar pjesa e qosheve, as humbjen totale në pjesën lartë, Edhe vazhdojnë. është goxha e mirë. Bollit veç që ka shku bolli pak më natë. Vetëm aq, e kuptoj. Qka vjetë. Sa s'ka për shembull derisa e di që i kam stabil Jo, që të pjesa e rrënjës që dalin flok duket kështu goxha e që të shëndetshme, përshtatet, zonë di që në fillim dalin diçysh se duket goxha të shëndetshme, qoftë pjesa lartë që është epike që bie, qoftë pjesa Pastaj për mujtë donore. flok dalin gradualisht. Shampon e duhur radhës tjetër edhe jo, okay. Okej, perfekt, mirë. Domethënë vetë se kam plotsuar Mirë shumë. çaj zona ku kemi mungesë flokut. Okej. Ani unë për mendoj, po. Si dje derisa të kryet vigu, do shta të bje në i pa. Lajmërona. Edhe mbulojmë. Po pa para. Po, gati, gjithë qysh, gjithë. Hajtë se foli, mama. Foli, mama, okej, shumë faleminderit. Okej, shumë faleminderit. Me vete. Okej. Faleminderit. Vjen shumë mirë. Gëzohem, faleminderit. Ditën e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit, gëzohem. Faleminderit. Suksese brenda, Faleminderit. sukses. Do kemi të shëndetshëm zonën lartë, pjesa dhuruese, pastaj që është zona donatore për shembull, është e shëndetshme. Kjo është pjesa rrëgë. Ja, na shpjegoi Fationi si karakteristikë. Marrin dorat. Këto janë rrënjët që prodhojnë fjeneve dhe ky është problemi. Pra kur nën lëkur mungon rrënja që të prodhoj fjen e flogut. Për aq kohë sa rrënja është okay, nuk. Ike. Deri tani po, kur dalësh shoh. Problematik tjetër për shembull. Platin pastaj. Kur dal qel. Edhe vi mielli tani. Sili flokët. Problematik tjetër për shembull është edhe pjesa kur në zonën donatore për shembull është pjesa që ne kemi një rrënjë me 3-4 fije floku dhe në pjesën lartë pastaj kemi një rrënjë me 1 fije floku. Do të thotë që aty kemi pësuar një humbje të parikuperueshme që kemi mungesë fijesh të flokut. Që të përdokën shumë të shëndetshme flokët e mia. Kjo është Jam ke goxha. Mu po mdokën. Yll. Me një shampo rigjeneruesi jemi okay pastaj. Perfekt. Jo, është goxha. Po gjithë vajzat kishin probleme me rrënjën e flogut. Thjesht janë më të kompleksuara se meshkujt, nuk është se kanë realisht rënje. Jo bre, a din qysh kur ti kresh të vinë ato. Ajo është normale, ajo është po jo më sa. Është frenuar po E sot kuptoj. Ai ka shosara stash. Alo. Predish. O shit. Kjo është me 2. Nga rrënja dalin 2 degzime, 2 fjet e Edhe flokut. ti pas ke shumë mirë. Rrënjë me 2, rrënjë me 2. Kjo është me 3. O, sa. Këtë merja se nuk i duhet, merja. Do jam borx. Do jam borx E këto. negociojmë dhe këtë pjesë. Si do ne japësh zeza apo Flasim bjonde? për biznes. Po do ne japësh zeza apo bjonde? Si janë të zezë, e bjonde? Jo te, ai pas. Nuk është e zezë. Ja zez. Nuk është e zezë. Digjo, thjesht na jep se i lym vet. Flasim për çmimet. Të çoj listën. Do të thon kaq, ha? Po. Qoftë keni diçka. Si jemi rënd? Nuk jemi rënd, Jo, jemi shumë okay. mirë, kështu që thjesht kur të vim herës tjetër, Dim çfarë cilë. Me po. trajtime. Rregull. Faleminderit. Falenderojmë. Ishte Faleminderit. Ishte kënaqësi gjithashtu, faleminderit. Ta kishim martu në njërin, po haj. Faleminderit. Paskar me flokë të rënda. Po. Sukses edhe juve. Faleminderit shumë. Po vazhdojnë. Po. O, nalo. Po. O frikë? Po, kam nevojë kom pak këtu. Po do të qoshet. Kërkon tjetër. Flokët e mia që dha. Këta janë të shku. Këta të kohë, këtu janë të shku. Qysh janë të shku?
Jena të i përcjell. Janë nominim. Pjesën gjenetike nga... Nga babi. Më falë çfarë moshe pa? Ona 26. 26, okej. Se ne bëjmë nga pak hajgare, po e kemi eminin të puna gjithsesi. Tash të shohim zonën dënore. Dhe më thonë këto mirën për një veni, edhe... Po merren nga që zona mbrapa, që është zonë dënore. Zona dënore, okej. Shumë për përkene. Moment, po s'kena ardhë moment pa përshtatshëm. Atë vim nesër. Okej, shikojmë që edhe pjesa e zonës mbrapa kokës, pra ki parasysh që komplet pjesa mbrapa dhe ansore veshit është një zonë gjenetikisht e përhershme, pra ajo për ne është zona dhuruese donatore, ku do merren dhe pjesa e rrënjve. Në rastin tuaj, që kemi të nevojshëm për të mbushur pjesën e hapësirave boshe në komplet zonën lartë, kjo do jetë edhe pjesa e zonës dhuruese që do marrim rrënjët, ku do bëhet një heqje sistematike për mos krijuar pjesën e hapësirave po shenjave të mundshme. Okej, do të pas ka mundësi më marrë. Ajo është, kjo ka rëndësi, pjesa e zonës dhuruese. E shikojmë edhe pjesës... E shikojmë edhe pjesën e vërllojt. Po. Unë shumë bëjt? Po. Më të pak vetulla, do me thonë maksimum, do me thonë të deri këtë... Do na me mush. Kur përfundan muskulli, fillojna me mbjelljen e flokut. Okej. Mujna dhe... Dëshiron që ta bëjmë një vizatim? A dëshiron? Jo, s'kone, se po vrejnë. Ja, po, e kemi gati, kështu që. Nuk do të thosh që tani ma të pjesën e hairline. Jo, aty jo. Ja qoshet, po. Full flak. Ja. Qëtu për para më kanë pak. Që kështu kam flak. Jo, mëre full kiti, s'kine Po flakon e kam shumë. Do shikojmë me matin e muskulit, ndërsa në rëstin tënë, përveç pjesës e cepave, le themi, që do kryojt një full densitet. Momenti që bëhet qite e kokozero, ku do kemi hapësira, pa tjetër që do kryojt edhe pjesa e shpeshtimit. Kështu që në përfundim të Big Brotherit në të mirë presin. Ke punë. Kja është qyrtoj e feta. Po. Këta që i mjellin komplet, kështu që s'kan heq, ku i morin flakët? Po edhe që tohë. Nga pjesa dhuruese gjithmonë. Po nëse s'ka këto, nëse s'ka... Aknena! Kjo është pjesa dhuruese, do të rënë ati ketë flokut dikush anash dhe mbrapa, floku nuk bie kur gjatë gjithë jetës. Kjo është zonë gjenetikisht e përhershme. Dhe si e tillë dhe garancioni prandaj jepet i përhershëm, sepse është zonë e përhershme me flok. Ne do marrim rrënjët, jo fjetë e flokut, veç rrënjët. Pastaj rrënja do vendoset aty ku janë hapësirat boshe që do prodhoj atë flokun, që është ai floku që rritet normalisht, qethet normalisht, e lyn me boj, mundesh me ndrej që e trajton njëjtë sikur pjesa tjetër e flokëve. Është mikrokirurgji, nuk hyn te kirurgjia, nuk është operacion. Kjo pas ka bëte jote. Po. Vetë shkaq na lejon me qit këtu se do kishim në klinika flokut Advanced ka gati më shumë se 10 vite si në Tiranë dhe në Prishtinë, jemi të specializuar dhe të fokusuar vetëm në fushën e mbjelljes flokut. Pra klinika Advanced është e fokusuar vetëm në mbjelljen e flokëve. A jeni edhe në Prishtinë domethënë? Edhe në Prishtinë patjetër, si ishim në Prishtinë, jemi nga të parët në Prishtinë. Okej, super. Ashtu? Do shohim pak gjendjen e flokut. Rrënjët edhe krejt. Japim një informacion, pastaj a e bën as e bën është diçka që Sa kohë kemi me këto hapësira pak a shumë? Unë kur i kom pas 20-21 vjetë, kanë fillu më mrallë, kanë i prej atëherë më gjithë i kom bëjt shkurta. Edhe se kom pas kompleksa dhe në kur, unë të ishtë edhe nëse i kësha mirë në herë, prap i kësha bëjt shkurta. Po mirë, po do jetë mbushur, që bën diferencë. Se di. Para mendo veten me flokë. Okej. Kjo është zona problematike. Nuk se në kom gjithë, ju martu, qapu, veç një telashe. Ja, atë e bën për vete ta, se bën për... Po ti në konsult kur dalesh, hajde bashkë me nusën. Kjo është pjesa e zonës problematike, që normalisht kemi humbje të fjeve të flokut, deri në përfundim edhe të rrënjes totale të rrënjes. Rëndësishme është pjesa e zonës dhuruese, po të bëjmë edhe diferencën si karakteristik të fjeve të flokut. Ti parasysh një rrë mund të ofroj, si që ripërsëritëm disa herë për sot, 3 deri në 4 fije floku. E rëndësishme është pjesa e zonës dhuruese, në rastin tuaj, pjesa e ndërhyrjes.
patjetër që mund të procedohet, nuk e dini nëse dëshironi që të bëjë edhe një vizatim të hairline-it përpara ku mund të fillojë dhe kush do jenë zonat që ne mund të mbulojmë për pjesën e mbjelljes. A fshihet lehtë? A duhet më pastru më botush? Fshihet lehtë. Ke marrë veç për e fshive me atë, me stripin. Se tipa shumë qytu edhe ki pjesa... Pjesa e qyshur. Po. Mund është pasqyrën, për shumë me e qyrën. Hajtë të shosë. Ngret vetullat maksimum, pru dhe ballin larg. Po të hu plopë si në rrudhat ballit. S'ku në gjonë. Pishëm ta bëj pak edhe njërë maksimum të lutem. Kështi mu vështë të asja që të të poshë që? Ta përfundoj edhe diskutim. Më duka pa dikush pa Ola. Si e pa të në? Ola. Ola, pa Ola. Mbajt lutem. Ngri vetullat maksimum. Ki parasysh që gjithmonë pjesa e vjetër së balukës fillon gjithmonë aty ku mbarojnë dhe rrudhat e ballit. Ku kemi rrudha nuk mund të vendosim dot rrënjë. Komplet pjesa e vjozimit bëhet edhe qëllimisht në formë zigzagu që të krijojmë edhe pjesën e linjës sa më natyrale, pra mos duket si një paruke e vendosur në kokë. Fokusi në rastin tuaj, duke qenë që kemi të bëjmë me një hapësirë goxha të madhe, do fokusohet në një zonë. Kështu që rekomandohet përgjithsisht pjesa para, duke qenë që është dhe impakti i parë që kemi me njerëzit, kështu që në rastin tuaj, full densiteti do krijohet në komplet pjesën para dhe pjesa e shpeshtimit që do i diçka më lehtë edhe tek pjesa e lulës së kokës. Të me thonë dash mi bon, duhet me një kredi, se kështu ka probleme, se shumë. Atë shikojmë e bëjmë pastaj. Atë negociojmë atë pjesë, më mas. Okej. Normalisht që bëjmë edhe matjet fikse pasi. E knena për shembull? Për ta krijuar në pjesën natyrale, përgjithsisht nuk këshillohet që të preket, sepse gjithmonë do të bëj diferencë. Po ta vëmë re pjesa e flokut tuaj në zonën këtu është goxha e hollë. Në momentin që ne bëjmë një mbjellje edhe në zonën anësore, do të bëj diferencë gjithmonë pjesa e flokut tënd ekzistues me zonën e mbjellë, që s'do na krijojë atë linjën natyrale. Jo vetëm ajo, por nëse shikon të trenë e meshkujt që jemi këtu i kemi qoshet. Po. Qoshet gjithmonë kanë meshkujt. Vajzat nuk kanë, Albin, nxirë pak herë. Okej, po të shohësh nuk kanë. Femrat nuk e kanë pjesën e qoshet. Dhe për qenë sa më natyrale është ideja që cepat të ruhen. Pastaj në varësi të kërkesave të gjithë secilit. Këtë mbaje sot pjesën e hairline-it që fillosh mësohesh me ide. Jo, e kam vllohun e madh, i ka klok shumë i ka ik pak atë kështu. Po ka. Edhe bën shaka gjithë me mua, din të kanë flok tash si më mbroj disi, i them po flok në në kryq shnosh nuk rrin. Atë gjithë të zgjuar nuk rrin. Se disi më mbrojnë. Po. Jo, tani kur dalësh për këtu shkot e kamera, thuj vllai do barazohemi, thuj shumë shpejt. Jo, se kom pas kompleks kur, adin me thonë edhe pritash se mënej që e kam formën e mirë të kokës, adin edhe shku të me këte imagje. Shu që, edhe pse shok ne kur shkëshim bashkë bishin, kur dilja nga uji, unë bëja gjithë kështu ujet. Qa bërë më Paul, se ti s'ke flok pëse husho, unë kam betë shprej ikuj. Po do t'a këthejmë atë shprej, pra. Kur të vim herën tjetër, do të vim me diçka më konkrete. Ah, the sales guy. Okej, në regull. Dhe mund, qëto më njemi ledzua? Po, bjën fare. Okej. A jam i diruna? Po. Shumë falemderit, ishte knajsi diçka. No tengas miedo, no te asustes. No glute nada. Mos ki frik, zbojnë asgjo. Kusht ka lodh? Çfarë do të cillim kur të vim herën tjetër? Psikolog s'kena marrë me vete, po po shpëreva. E kaloni mirë, se gjithë mira. Shumë falemderit. Okej, besoj jam këto kom nis me hub sepse kom pas dreads, fake dreads. Edhe vetë kom hek, s'kom shkuti një barber për me preja, edhe kom hek vetë. E tani nuk ka rrit apet. Amo për tjetër se... Genetikisht nuk është se kemi... Babin hala ka flak që ka 16 vetë, kejtë familja ka. Nashta prej më mendoja të kanë hupa, amo prej babin jo. Edhe kam pak së babin. Që që më tepër kemi si zonë problematike të dëmtuar. Okej. Jo, vish këto e kam një circle. Okej, ta shikojmë pak edhe me pjesën e dermatoskopit. Mosha juhet lutet, Kevin? Mosha, s'ka vjen mosha.
Futja, hajde, gje. Po ma tu njerë pas e ta shpikoj. Dhe me zotullit, se im sheli mikrofonat. Jo, është ideja që duhet kuptojmë a do vazhdoj procedurë, duke qenë procedurë mjekësore duhet dim a jenë fazë rënja, ka kaluar zona e rrezikut, po theme, ose diçka për përse përket rënjes, oke. Atëherë, përveç, po ta vëshëre, përveç se kemi si hollim të fjesë së flokut, kemi edhe I futet gjithë me Google-u për moshën të Okej, se është edhe pjesa e kolorit që ke ndryshuar, që normalisht nuk na lë të vërejnë shumë. Por që këto janë të holla që do vazhdoj dhe do dëmtohet akoma dhe më shumë, do hollohet akoma dhe më shumë fja e flokut, derisa të na humbasi dhe pjesa e rënjës në total. Ngri pak vetullat maksimum? Okej, po, kemi dhe humbje ke pjesa e cepave. Ta fokusim, se është dhe ngjyra. Okej. E që kam të rënjën me një fije? është drejt humbjes. Edhe kjo është shumë e zbe, janë disa rënjë me një fije flokë. është edhe për shkak ngjyrës. Rëndësishme është edhe pjesa e zonës dhuruese që ka të bëjë shumë ta fokusoj. Okej. Që arrihet të kuptohet edhe rënja sa mund të na ofrojë. Në rastin tuaj, një rënjë mund na ofrojë 2, tek këtu pas kemi edhe nga 3 fije floku. 2. Okej. Okej. Sa vjetë e kom halo për me post flok? Në basë moshës 30 vjeçare. Edhe sa të kam ngelur? Para di jo. Që të dalim prapë ke mosha. Gjithsesi, kur të s'po ta marrim më shumë kohë, ideja është që kur dalësh prej këtu mund të vish për një tretman PRP që është shumë efektiv kundra rënjes flokut dhe për me forcu flokun tënd që ti vetë ke. Edhe është ndryshe që të shtym sa më shumë. Sa minuta është procesen? Urdhëro? Sa minuta është procesen? 30 minuta. E viksh këto a çka? Po vetëm te pjesa e lulës, i themi te pjesa e majës të kokës. 30 ditë, edhe besoj që kryhet goxha mirë si zonë. Ideja është që të krijojmë një mirëmbajtje për tretman kundra rënjës. Për të shtyrë sa më shumë qoftë edhe mbjelljen e flokut, se që do vish dhe një ditë për mbjellje, se vëm diskutim. Ki maksimumi 4 fije flokut që merren, dhe ato fije tani shpërndohen në zonën ku ki mungesë flokut, normalisht në zonën e përparme të. Tani, sipas jush, ku kam unë nevojë? Cila është pjesa, do të thonë ç'kjo çtu? Ti ke nevojë në zonë. Kjo këtu është pak problem. Kjo këtu problem. Kështu më ka thonë që është realisht problematik. Kalkulimi i gjakut është pak më nga Kjo është ideja, për çfarë arsye është edhe mosha e shumë çka mandej luajnë rol. Ne do të bëjmë mbjelljen, do të thonë fokusin do jepim në zonën e përparme, pastaj edhe mbrapa me një densitet pak më të zbetë se në zonën e qartë. Tani kur këtu ka flok, atëherë kjo dhe mbulohet për këtu të kur rritën që është kur që është që pëmbon edhe të pak stilin e flokve, për shtatët ta mundisht edhe nuk e ki ma kompleks të stres. Po me nej, para se marrë kështu, mu më është preferu puna e mbjellës flokve. Po në disi problemi im, ku është kjo po? Dardan. Po. Ideja është që thysha këtu të bëjmë atëherë imigji jam, karakteri jam, personaliteti i ftyra, fizikusi i ftyrës ndryshon momentin që fillohet me mbjellje, ajo dush me mbajt atë, janë disa procedura që nuk më dash kështu me më ndodhë, mrenda për mrenda. Po pas daljesh për këtu, ta man edhe i marrë që ato 180.000 euro që kanë bërë. Se kena problem mu duka dhe njërëm i vesh shumë letë. Kur ka, s'ka problem. Kur s'ka, mund pazare. Okej. Në pyetje diçka që do të dish më shumë dhe. Tani,
Sa të kjo procedurë? 5, maksimumi 6 orë zgjatë si procedurë. 5-6 orë njëherë, një seancë? Një seancë, normalisht. Seancën e dhem? Jo, është pa dhimbje, është me anestezion lokal. Me anestezion lokal, super, super me Ekipa që të sa të merë anestezionin, pasaj është pa dhimbje dhe pas procesin bjerës e flokut është pa dhimbje, je i vetëshëm gjatë gjithë procesin bjerës e flokut. Flok nuk lani ko... Dhe dytë e para pastrohet çdo ditë floku. Çdo ditë dush me ujë, po ju me i prek. Po, vjen edhe në klinikë bën pastrimin e flokës, po patjetër bëhet pastrimi në klinikë, çdo ditë e para domethënë 7 maksimum 10 ditë shërohet komplet zona ku e marrin flokun edhe ku e bëjnë ambientin. Diçka që pa, duhet më mbajt ajo si këtu, si një përshiriti? Mundet më mbajt. Edhe mi u pyet. Po i pa ta flok. A do ta provosh? A ta provoj mirë tash çish po të rrin. Se s'na i lanë as telefonat e kishim bë dhe i foto po. Jo, nuk lën. Nuk lën. Kështu është. Ule pak më poshtë. Okej. Po, si qarë, po. Se i kum pa. Një kolegë jam së më përmena me ka bu të ju. Po, as ka pa, sa i sukses. është që mirë ju kanë bu i ri, plus që që ka pasur shumë, po, që qare poshë, po ju kanë bu ashtë bukur, so që janë disa persona që i një, tash nuk e di fix ku i kanë bu, po kus Prishtinë, po, por suksesi është 100%. Të disa nuk shihet suksesi, ki parasysh. Prandaj këtë po diskutonim edhe ki pjesa i qera si po bënim pak hajgare, ideja është që nimit të fokusum vetëm në mbjelljet e flokut. Pra merremi vetëm me këtë punë, kemi më shumë se 10 vite që merremi, dhe jemi të fokusuar te mbjellja e flokut. Patjetër që garancioni jepet dhe me shkrim për sa i përket mbjelljes së flokut. Shumë të qartë. Për një arsye shumë thjeshtë dhe ne prandaj vim edhe në emisione serioze siç është Big Brother VIP Kosova për treguar që jemi klinikë serioze, kemi qenë këtu, jemi dhe do të jemi për të ofruar. Nuk do të vishin ja për rastin mos kishte qenë kështu, as nuk e di të shoja të punë. Ideja është ata doktorët që e bëjnë janë shqiptarë apo janë? Ka mjek shqiptar në bashkëpunim me mjek turq. Me turq, po se kjo është bashkëpunim që zakonisht me turq. Se ata kanë avancu kohë shumë. Kanë kryeqyteti botror. Absolutisht. Atëherë, për qëra tjera kështu, nuk po du me diskutu këtu, se është pak nështë jo etike, saj përket kur dalë, mu i marrë me ju vizitu edhe mandi për gjëra tjera e ki për asyri. Mirë presim. Edhe ne do të presim e padurim. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Ishte pjaulo? Ishte shumë kënaqësi. Ja, se merr dot. Kur të vim herën tjetër. Ja, inshallah. Do vim me shampona me të. Mirupafshim. Ishte kënaqësi gëzoj, fshihemi, dëgjojmë. Faleminderit. Mirupafshim. Tung tung.